në rastin kur e nxjerr zakatin, fillimisht, se njerëzit janë të gatshëm të marrin këto malla që ju kanë tepruar, që nuk shiten numrat e mëdha të kpucave e tjera. Ne ju themi tamam duhet ai ta nxjerr mesatarën, dhe ai duhet jetë i drejtë me vetveten. Të mos më jep mua për zakat numër 46 kpucat 10 palë të tilla, kur ai ka për t'i dhënë të gjitha 20 palë kpuca shembull po marr. Pra i bie në mesatarja e kpucave të tij është 42. E pra mund t'i hek një parë për këtyre. Besabes edhe nga ato që janë superiore t'i jep të tillat. E çysh i llogarit, çysh e bënëm llogarinë e mallit. Nëse ati na dolën pra në shitoren e tij, i pati 20.000 euro mall, me çfarë çmimi llogaritëm, ne e patëm një standard. Dhe unë mendova që standardi normal do të ishte ky i blerjes dhe i deponimit mallit deri në pagesën e doganës. Dhe ky sisoj ka 20.000 euro. Në të kundërtën, me çmim të shitjes këti i bëjnë 20.000 euro. E tash unë, nëse ja llogarita 20.000, kam i dhënë pra me çmimin që ju kanë kushtu këti. Pra, do të thotë ato kpucat do të më jep me 15 euro, jo me 30 sa kam i shit. Sepse kur ja llogaritëm 15 sa i kanë kushtuar mbledhje. Nëse kemi praktikuar të kundërtën, me çmimin e shitjes asaj ka, atëherë do t'i llogarisëm me çmimin e shitjes.